Droga shqiptare është kthyer në lajm kryesor edhe në Gjermani. Një sasi prej 5.6 tonësh drogë shqiptare është sekuestruar në Gjermani, ndërsa një hetim 6 mujor ka çuar në arrestimin e 9 personave, pjesë e këtij rrjeti kriminal të trafikut të drogës që drejtohet nga dy vëllezër shqiptar, 44 dhe 49 vjeç, emrat të cilëve nuk bëhen publik. Skema ka qenë gjithnjë e njëjtë. Një kamion që transportonte 17 ton bloqe graniti, por qenë antidrog kanë zbuluar se mes tyre ishte krijuar një strofull ku ishte futur e paketuar lënda narkotike. Policia e ka publikuar këtë aksion pas shkatërimit të grupit kriminal, duke i konsideruar si nga goditjet më të mëdha ndaj mafias së drogës në 20 vjet. Bllokimi i kamionit është bërë nga autoritetet doganore të Nurembergut në bashkëpunim me autoritetet policore të Bavarisë. Përmes shenjave antidrog është zbuluar se brenda kamionit kishte lëndë narkotike. Është dashur të ndërhyjet me mjete të posaçme, si shihet në pamje, për të prerë bloqet e betonit e për të zbuluar 374 pako, që në total ishin 645 kg marijuan. Por kjo është vetëm ngarkesa e fundit e transportuar nga Shqipëria në Gjermani, e sasisë prej 5.6 tonësh marijuan. 9 personat e arrestuar janë shqiptar, maqedonas dhe gjerman, ndërsa droga ishte destinuar të shpërndahej në Gjermani, Hollandë dhe Itali. Sipas autoriteteve gjermane, nëse sasia e marijuanës do të kishte dalë në treg, do të kapte shifrën e 50 milion eurove. Kjo është sasia më e madhe e drogës e sekuestruar në Gjermani dekadat e fundit. Në banesën e dy shqiptarëve, policia ka sekuestruar një sasi prej 26.000 eurosh, ndërsa në makinën luksoze të njërit prej tyre, një sasi prej 40.000 eurosh. Veç drogës dhe eurove, janë sekuestruar dhe 3 makina luksoze dhe 2 motorcikleta. Sipas hetimeve besohet se nga tetori i vitit të kaluar, ky rrjet ka trafikuar edhe 8 ngarkesa të tjera me marijuan nga Shqipëria, 3 në Gjermani, 2 në Hollandë dhe 3 në Itali. Të arrestuarit i kanë mohuar akuzat ndaj tyre, por autoritetet gjermane thanë se kanë prova të mjaftueshme kundër tyre. Sipas tyre, sasia që ka trafikuar ky rrjet kriminal është i barabartë me atë që është asgjësuar në plantacionet gjermane.